Mirëmëngjesi Agnes edhe një herë. Pra temën që do diskutojmë sot është me shumë rëndësi sa i përket në përgjithësi mediave, për shkak se kohën e fundit e kemi pas raportime të kronikave të zeza, kryesisht pra kanë qenë rastet e vrasjes, edhe sigurisht duhet pasur parasysh edhe mënyra se si raportohet për to, për shkak se kemi nevojë për një etik sa më profesionale, dhe kjo vlen si për mediat e shkruara, për mediat elektronike, njëkohësisht edhe për televizionet në përgjithësi. Do flasim bashkë me Flutra Kusarin, i cila është juriste e medias, dhe pa diskutim do të tregoj edhe për mënyrën e këtij raportimi, si është pa kohë të fundit, po edhe masa ndëshkimore që i presin ato media të cilat nuk i respektojnë ato që duhet për një raportim të tillë. Flutra, mirëmëngjesi, faleminderit gjithmonë për kohën. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Po flasim për një temë që realisht është e ndjeshme, për shkak se kohën e fundit kemi pas raste nga më të ndryshme që është raportuar pra për vetvrasje, për vrasje të ndryshme, por që du ta shohën këndvështrimin tonë si është pa raportimi nga ana e mediave në përgjithësi. Ne më përpara, me thonë që kemi pas një standard shumë më të lartë të raportimi, sidomos sa i përket tragjedive, raste ku vrahen njerëz, raste kur sulmohen, kur plagosen e tjera. Në 3-4 javë të fundit kemi pas për fat të keq fillimisht disa raste shumë të rënda tragjike në Kosovë, dhe në anën tjetër, përveç që jemi trondit me ato vrasje, jemi trondit edhe me mënyrën se si është raportu. Dhe këtu kur po them me mënyrën se si është raportu, po du me thonë prej disa mediave, prej disa gazetarëve, dhe s'po du mi përgjithësu, me qenë se ende mendoj që standardi i raportimit e na është goxha i lartë, dhe po e marr rajonin si shembull. Ajo çka kemi pa është që janë publiku pamje të cilat parimisht nuk duhet, është ndaluar me u publiku. Ta zëm kemi pa familjar, të cilët në momentin kur e kanë kuptuar çka ka ndodhur, janë xhiru. Domethënë familjar që as kanë pas pritje që kanë me u xhiru, sepse të kjo çështja e xhirimit, pyetja që shtrohet ligjërisht është a ka pritje dikush që mundet me dalë në media në një moment të caktuar. Dhe dikush të hyet të dalë për një banese në një moment tepër tragjik, nuk ka pritje që dikush ka më shku live. Masane kena pa edhe raste kur janë publiku fotografi të trupave të njerëzve të cilët janë vrarë. Edhe pse kanë qenë me blur, ajo nuk ndron shumë faktin që ato janë publiku. Edhe në këtë rast mas pari ajo, sidomos nga aspekti etik edhe ligjor, është kemi të bëjmë me denigrim të personave që kanë ndru jetë, e pastaj shkelje flagrante të drejtës për dignitet dhe për reputacion të familjes, e sidomos drejtës së privatësisë. Kështu që në çështje raste kemi shkelje edhe etike edhe ligjore. Janë mediat elektronike apo mediat përgjithësi televizionet, cilat bëjnë këto shkelje, po themi, në përgjithësi? Jo, në televizionet ende e mbajnë një standard sepse kanë kriju një praktik. Pra sot në televizion për me dalë një kronik, bile edhe live kur lidhen, janë njerëz që janë që kanë përvojë shumë atë gjatë, pastaj filteri i redaktimit është shumë ma strekt. Domethënë me përjashtim të ndaj televizioni, shumica televizioneve të natë të cilët unë ndjeki i kanë standardet goxha të larta. Nuk është e njëjta me online. Tash online, na i kena një numër të mediave, besoj dikur rreth 8-10 media online, të cilat unë e ndjekje dhe ju besoj. Tash na herë mund të mendon ndaj shkelje, po ju besoj. Mirë, po është edhe një numër i vogël i mediave që për fat keq në njërin kanë qasin çdo informata, sidomos besoj që është një raport i pashëndosh me policinë. Edhe për shkak që asaj tani përfitojnë, shkojnë në vendin e ngjarjes ose i marrin informatat live prej vendit të ngjarjes dhe mendojnë që me automatizëm duhet me u publiku. E këtu i bjen që pastaj përgjegjësia është edhe tek Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, po edhe te gjykatat kur ka padi për shkeljet privatësisë. Pyetër mirë që i përmende edhe në përgjithësi disa prej familjarëve që pa dëshirën e tyre, pa lejen e tyre as pak janë shfaq, sidomos pasi rasti të rënd për shembull. A kanë informacion që ata munden për shembull me ngre padi ose me bë kërkesë që të dihet pse ose kush e vendosi që ata dalin në media? Qyre, une siç e din një nasi dikush që i mbroj mediat me çdo kusht, gati me çdo kusht, e përveç në raste të tilla. Tash arsyeja pse mediat nuk paditën, unë besoj se është niveli ult i vetëdijsimit nga ana e familjarëve. Por ndryshe është Këshilli i Mediave të Shkruar të Kosovës, është Agjencia për Informime dhe Privatësi, e cila mund të me shqiptu dënime deri në 20.000 euro, kur publikohen sidomos fotografi pa lejen e palëve, kur s'ka interes publik normalisht, se gazetari nuk duhet me marrë leje gjithmonë, e kundërta. Edhe normalisht që janë padit për shkeljet e privatësisë. Tash është të vërtetë që këto marrin kohë, edhe kjo ka njëherë është dekurajuese. Megjithatë, mendoj që duhet mi padit mediat në raste të tilla, edhe megjithatë mendoj që gjykata duhet mi jap prioritet çdo rasteve, ashtu që mu kriju një standard. Edhe me ditë media që nëse e publikon
një informatë që duhet më konsideru e natyrës private, atëherë me pas edhe pasoja. A mendon që ka raste të mjaftueshme kur kemi trajnime për shembull në vend për mënyrën se si duhet raportu në raste tragjedish ose në raste të tjera për shembull të tilla që ka nevojë për më shumë etik profesionale dhe a do duhet bëjnë shtesë në përgjithësi që mediat të jenë pjesë më sa gazetarët përgjithësi. Qyre, ka programe, projekte, i di se në disa jo me përfshin edhe vetë është Këshilli i Evropës, projekti Profex, është Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, janë disa organizata tjera lokale dhe ndërkombëtare, po është një problem, më me thonë që shumica medjave, që tu muj me bu përgjithsi, e përgjithsim sepse e di se i ka ma shumë se sa 10 vjet që janë pjesë e shtëve trajnimeve, trajnimin e gazetarëve nuk e shohin si investim në standarde. Po e shohin si pse me shku gazetari ose larg qof kamermani a dikush mu trajnu kur mund të çat ditë me punu për neve. Edhe mas ajo do të kupton që standardet të cilat lëvizin, standardet nuk janë standarde statike. Domethënë me zhvillimin e internetit edhe mënyrës së raportimit përpara nuk ke raportu live, tash raporton live, ndrojnë edhe standardet unë mendoj që problematika kryesore në vendin tonë nuk është mungesa trajnimeve, po është mungesa vullnetit prej drejtuesve të medjave me i dërgu gazetarët në trajnime të tilla, kështu që i bën shpeshherë projektet përfundojnë tu i lut media, to lutem bjerë dikon se është me rëndësi. Mirë po është edhe kategoria gazetarëve që unë e njoh personalisht që megjithatë i marrin pushimet e veta vjetore veç me shku në trajnim sepse din sa me rëndësi është. Kështu që po ndoshta po shfrytëzoj rastin edhe me thonë për drejtuese e medjave që është thelbësore me i lënë gazetarët me investu sepse është investim në fundit në median e vet, jo vetëm në individin. Pyetër, faleminderit shumë, gjithmonë kënaqësi me marrë dhe informacione prej teje sa i përket punës që bën çdo ditë dhe ke kontakt me ne. Faleminderit, je dikush prej një gazetare që të vlerësoj shumë edhe vlerësoj që më ke jap hapësirë. Faleminderit, kënaqësi për mua gjithmonë. Faleminderit. Atëherë, shikuesashur, ne po i afrojmë po më duket se edicionit lajmeve, po i drejtoj linjën në studio te Agnesa dhe ju e paqni ditë sa më të mbar.